Territori i Kosovës për datën 5 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të lagështa ajrore me reshje shiu të shpeshta në shumicën e zonave. Paraditja do të shoqërohet me shira të vazhdueshëm, ndërsa pasditja sjell intensifikim të reshjeve në jug dhe perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 5 dhjetor do të jetë në orën 6:43 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 10 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj 6 deri në 8 gradë Celsius. Pej 7 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 6 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 6 deri në 9 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 8 gradë Celsius.